Në fat të keq, universitetet private mbinë si kur këpurdhat pas shiut, pa kur farë plan programi të qartë, në gjitha shtetet e zhvillume, të hapet një universitet, do të thotë të ndahat një fond për hulumtime shkencore, ndërsa te ne në shtëpi tonë, shtëpi eme mush me hap një universitet. Një dhomë bane për filon fakultetin, një dhomë për filon fakultetin, një nevojtore për kret universitetin, edhe mush me i qelë një universitet edhe venja një emen, ndash galaksion, ndash gjithësi, ndash Evropë, ndash botë, ndash Brazil, ndash qysh dush venja, dhe ti do të kesh njerëz të cilët kanë me të ardhë, dhe kanë me shiqu me marë diplom e jo dije prej ati objektit tëndë. Dhe kjo është për të ardhë keq për tërë sistemin arsimor, i cili është duke mbretëru sistem i brisht arsimor, i bazum ende në teorinë e Darwinit për mi majmunav 33 tona, dhe i cili vazhdon që në vend se të prodhojnë dije, prodhojmë jo kvalitet, jo dije, dhe njerëz të etur për diploma e jo për dije. Dija është obligim për çdo musliman dhe muslimane. Talabul ilmi